E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin për të kaluar tashmë në një reality show tjetër. Më datën 27 mars, ferma VIP hap dyert e bukura të një shtëpie glamuroze. Do me thënë, këtë vit është kritësisht ndryshe nga ajo që ne kemi parë në vitet e tjera. Si që duket, Arbana dhe Eduardi po shëndrojnë më së shumti një Big Brother se sa një ferma VIP. Do të kemi fatin të shohim një studio krejtësisht gjigande, ndryshe nga herët e tjera, do me thënë një studio që po punohet me një intensitet shumë të lartë dhe unë do t'ju sjell pamje të ambientit të studio se si është, edhe pse është akoma pa ndriçim, por duket tejet e bukur, dhe do të flasim për banorët të cilët do t'jenë pjesë e kësaj ferme, apo për fermerët që do t'jenë pjesë të fermës VIP. Do t'jetë një reality show i mbushur me shumë sfida, do t'jetë një reality show i mbushur me shumë emocione, përpos punëve të lodhshme që fermerët duhet të bëjnë, që nuk i kanë në fakt me orë të gjata, duhet edhe të jenë pjesë e diskutimeve, debateve në atë shtëpi aq të bukur dhe aq super luksoze që do t'jetë pak e ngjashme me vitet e mëhershme. Regjizor këtë vit është Eduard Grishaj, ndërsa moderatore është Arbana Osmani. Do me thënë, Eduardi dhe Arbana në bashkëpunim me Tringun dhe me Vision Plusin e kanë marrë këtë gjë në dorë për ta realizuar, dhe unë jam i bindur që do të sjellin një lojë fenomenesh. Por pyetja më e madhe në fakt ka qenë se kush do t'jenë fermerët këtë vit që do t'jenë pjesë e kësaj ferme. Unë do të sjell emra që në fakt aludohen lart dhe poshtë që do t'jenë në ferma, kush do t'jenë opinionistët, kush do t'jetë kryeplaku. Tani, unë Luizin e takova vetë, do me thëmë përflite që Luiz Eli do t'jetë kryeplaku në ferm, po gjatë bisedës që bëra me Luizin nuk më la një pikë të tillë që Luizi mund të jetë kryeplak. Duke e ditur afrimitetin që ka me Eduardin, që janë miq, që janë shok, mund të jetë ndonjë natë i ftuar, por kryeplak nuk do të jetë. Unë e di që këtë vit nuk do të ketë kryeplak, po do të jetë Arbana që do të ketë qasjen direkt me fermerët. Do me thënë, Luiz Eli bie nga kombinimi. Opinioniste përflite që do t'jetë Jacqueline Lajkatari. Tani, Jacqueline është një opinioniste e fortë, është një opinioniste drejt për drejt, mendoj që do të ketë një qasje të ashpër kundër drejt banorëve të tjerë, dhe mendoj që është një përzgjedhje shumë interesante. Dhe opinionisti i dytë, zakonisht opinionisti mashkull, do të jetë përsëri një ripërsëritje Castro Zizo. Mendoj Jacqueline dhe Castro janë një zgjedhje ideale, sepse do të jenë shumë të drejt për drejt me dinamikat, me ngjarjet që do të ndodhin në fermën VIP, dhe fermerët do të kenë fatin që të mësojnë diçka më shumë nga këto opinionistë. Më pëlqen në fakt si përzgjedhje, nëse do të ishin këto që haludohen, më pëlqen qëndrime që kanë dhe mënyra e drejt për drejt që është. Tani, fermerja e parë që përflite që do t'jetë është Jonida Maliqi. Jonida Maliqi është një personazh me një bagazh jashtëzakonisht të madh, me një bagazh që dhuron shumë emocion interesant. Do kisha dashur në fakt ta shoh Jonidën në një format të tillë, do kisha dashur ta njoh Jonidën për te asaj që ne kemi arritur ta njohim në skenat shqiptare, duke që ka një anë shumë njerëzore, por duke që ka dhe një temperament shumë të fortë. Do me thënë, është një personazh mirë i ndërtuar për një reality show, dhe mendoj që do tregonte vlera shumë interesante në qoftë se do të ishte pjesë e këtij formati, duke pasuar që ka dhe një histori shumë të gjatë. Fermeri i dytë është një artist i njohur i skenës portokallis, Romir Zalla, një aktor që na ka mbajtur me humorin e tij, na ka dhuruar një humor të paparë ndër vite, që realisht ne kujtojmë me shumë nostalgji ato vitet që kanë kaluar në Portokalli, dhe Romir Zalla pritet që të jetë fermeri i dytë. Romiri ka treguar që është njëri shumë i qetë, por mendoj që ka një histori shumë të gjatë për të rrëfyer. Nuk e mendoj që Arbana dhe Eduardi mund të zgjedhin personazhe të gabuar, me patjetër që do të shndrojnë një fenomen,
Por Romiri mendoj që është një zgjedhje interesante dhe do ta njihte bukur fermën, sepse është një gjenerat, do me thënë, që ka jetuar dhe në kohën kur jeta fermere ka qenë shumë aktive, por jeton edhe në kohën e tanishme. Më pas Romiri, do me thënë, kemi fermer Aleksandër Gjoka, një emër që përflitet lart edhe poshtë. Aleksandër Gjoka izoluar, por fatmirësisht kjo ferm nuk është një izolim siç është Big Brother, do me thënë këta banor kanë pak më shumë kënaqësi, kanë atë pastërtinë e ajrit të malit, kanë gjelbrimin, kanë horizontin më të gjerë të shikimit dhe mendoj që janë më të privilegjuar. Tani Aleksandri do të ishte një super ideal fermer në punët e fermës, por sa do të ishte ideal në luftën, në dinamikat që Agai do t'jepte për këta fermer, këtë gjë nuk e di sa do ta përballonte këtë lloj lufte, por një zgjedhje shumë ideale, do me thënë edhe Aleksandër Gjoka. Më pas, emri që hamencohet lart edhe poshtë është Ledion Grishaj, do me thënë një djali i ri, një djali i vogël. Nuk e di, nuk e besoj që mund të jetë fermer, por ka hamencime lart edhe poshtë, mund të jetë një fermer me mision, me ditë të pakta, po s'ma merr mendja që mund të jetë fermer i gjatë në atë shtëpi. Fermeri tjetër në fakt që e ka publikuar edhe në rrjetin e tij sot është Gjibani. Gjibani ish banor i shtëpisë së Big Brotherit, kemi njohur deri diku karakterin e Gjibanit, kemi njohur tipin e Gjibanit, natyrën e Gjibanit, mendoj që është një zgjedhje super ideale në qoftë se ferma dëshiron të ketë klikime. Sot jetojmë në jetën dhe në kohën e klikimeve, jetojmë në luftën e klikimeve. Gjibani është një personazh mirë i përzgjedhur, një personazh mirë i menduar për të qenë një fermer, mendoj që do tregon vlera që nuk pati fatin që t'i tregon në Big Brother edhe ndoshta mund të krijojë një emocion, një lidhje dashurie. Fermerja tjetër është Fabiola Elezaj, një vajzë e bukur, një vajzë charmante, një vajzë e ëmbël që mendoj që fermës do t'i falë një emocion dhe një dashuri të papar. Fermeri i radhës që po flitet lart edhe poshtë është Daniel Kopsaj, nuk e njoh me thënë drejtën, po duket që është një djalë shumë i ëmbël, ka një fytyrë shumë pozitive dhe mendoj që asaj ferme do t'i jep shumë dashuri. Fermerja e radhës që po përflitet lart edhe poshtë është Xheneta Fetau, një banore që ka tronditur rrjetet sociale. Mendoj që Xheneta do të ishte një fituese e kësaj fermës dhe do të kishte një lojë interesante shumë me Xhibanin, nëse do të jetë Xheneta është një përzgjedhje fantastike në fermë, do me thënë ne e njohim Xhenetën për karakterin që ka. Fermerja e radhës është një zonjë e nderuar që përflitet lart edhe poshtë, një artiste që na ka dhënë shumë dashuri, Mihrie Braha. Mihrie Braha thuhet që do të jetë në fermë. Tani nuk e besoj sepse Mihria ka një angazhim jashtëzakonisht të madh në emisionin e saj Odeon, por ndoshta do të kishte dashur që ta provonte një eksperiencë të tillë. Unë në fakt do kisha dashur ta shoh Mihrien, jo vetëm unë, por shumica e fansave të saj, sepse mendoj që në këtë fermë Mihria do tregonte vlera jashtëzakonisht të mëdha që ne nuk kemi arritur që t'i shohim në jetën e saj. Dhe më pas, do me thënë, fermeri tjetër Akil Varfi, e pres Akilin, është super energjik dhe besoj që do të na falë një dashuri të papar, ka një miqësi jashtëzakonisht të mirë me Eduardin. Fermeri radhës që mund t'jetë një djali vogël Noel Hoxha, do me thënë mund t'jetë një përzierje, dhe fermeri që përflitet është Stresi, do me thënë Stresi pjesë e fermës, nuk e di, do me thënë janë emra që realisht mund të bëjnë një lloj ndryshimi aty brenda. Përflitet Fero, përflitet Ledian Agaliaj, Mimoza Ahmeti si fermere, Bejta, në fakt që ka qenë shumë i përmendur në për të gjitha rrjetet sociale, një rikthim interesant në fakt që ka bërë bujë në rrjetet sociale, Emiriona Legbello përmendet si fermere. Këto janë emrat e fermerëve që mund të hapin dyert asaj femre gjigande më datën në 27 mars. Çfarë mendimi keni ju për këto personazhe?